1 milion lek të reja gjob dhe pezullim të aktivitetit deri në rikthimin e gjendjes normale të situatës. Ky është sanksioni vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Vlorë ndaj kompanisë Alpetrol pas ndotjes së shkaktuar në Gorisht të Vlorës, ndotje e ardhur nga hidrokarburet dhe nafta. Pas alarmit të përcjell nga banorët e zonës dhe ndotjes së rënd të krijuar, Inspektorati ka vendosur sanksione e para ndaj kompanisë, ndërsa konfirmohet se një gjob prej rreth 5 milion lek të reja është vendosur kohë më parë dhe ndaj ish firmës Phoenix, e cila kishte në menaxhim pustet e naftës në zonën e Gorishtit. Ka qenë shef i Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit në Vlorë, i cili ka bërë të ditur këto detaje. Nga një shqetësim i ardhur nga Bashkia Selenis dhe nga banorët e fshatit Gorisht, janë dërguar me autorizim inspektimi inspektorët tanë me numër protokolli 132 i datës 11/3/2017 për të inspektuar subjektin Alpetrol. Nga konstatimi në teren, vure se subjekti ka pa probleme me shkarkime të lëngta të pa kontrolluara. Ky subjekt përpara ka qenë në administrimin e subjektit Phoenix, dhe ka mos gabojmë rreth një muaj që ka kaluar për llogaritë të Alpetrolit. Normalisht ndaj subjektit Phoenix është marrë një masë me gjob 5 milion lek të reja. Mos të gabojmë në datën 29/6/2016 për ndotje. Dhe kemi patur edhe para një muaji një grup pune në teren për situatën para se ta merrte Alpetroli. Dhe për vazhdimin e turisë për gjob të dytë apo ndoshta për kalimin e dokumentave për të referuar prokurorisë për shkeljet të këtij ligji. Në të gjithë në kohë, në teren dje inspektorët tanë kanë konstatuar problemit shkollare pak më lartë. Në bazë të ligjit 9115 datë 24/7/2003 në 24.c për trajtimin mjedisor të ujrave të ndotura, dhe është marrë masa me gjob 1 milion lek të reja dhe pezullimi i aktivitetit deri në rehabilitimin e zonës. Dokumentat përse verbali i dënimit administrativ dhe konstatimi morën mas dënim administrativ me 1 milion lek të reja dhe pezullim aktivitetit deri në rehabilitimin e zonës së ndotur. Ja referuaj të procesin policisë së shtetit dhe policisë bashkiake për ekzekutimin e vendimit të Inspektoratit të Mjedisit për ta mbajtur në monitorim. Normalisht dokumentat nisën zyrtarisht dhe duhen të paktën me post 3 ditë të shkojnë në policinë e shtetit dhe në policinë bashkiake. Për pjesën tjetër nuk e di. Në bazë të ligjit, nëse mund të vihet gjob ndoshta më e madhe ose do t'i kalojmë për përgjegjësi dokumentat prokurorisë. Ndotja në Gorisht ka krijuar probleme tek banorët, tokat në zonë, por nafta derdhet deri në Vjos, duke shkaktuar një dëm të madh ekologjik në zonë, pas të cilit ka nisur dhe greva e punonjësve të kompanisë, por edhe banorëve të zonës rreth ndotjes së shkaktuar. Por pavarësisht masës së marrë, Alpetrol ka vijuar punën, ndërsa pritet situata të marrë të tjera për masa në vijim, kur është kërkuar pezullimi i punës.